Mos e hani presionin e ndërtuesve. Më shkronte një zotëri nga Vlora, i cili kishte blerë një apartament para 5-6 vitesh, me lek në dorë, kishte paguar të gjithë apartamentin e tij, madje kishte marrë qysh në fazën e gropës, dhe pallati nuk ka mbaruar, më tha, sot edhe pas 6 vitesh. Kur i themi, tha ndërtuesit, çfarë po bëhet, pse nuk po mbaron, je jashtë kontrate gjitha me radhë, thot drejtohu gjykatës, thot ose më duhen lek më tepër që të mbarojnë punimet, se i kanë lënë akoma pa mbaruar, nuk kanë vënë dyrë dritare gjitha me radhë. Ose i thot, t'jap lekt që më ke dhënë gjitha dhe më kthe apartamentin mbrapsh. Pikërisht këtu është kleçka. Kur e ka marrë ky zotëri, e ka marrë me 700 euro metri. Sot në Vlorë nuk besoj se shitet me metër katror me 700 euro, se kishte edhe me pamje nga deti diku afër, me sa më tha. Ka vajt 1500, 2000, 2500 euro metri. Pra, kjo është një metodë që këta zotërinj përdorin, që t'ju lodhin juve, ju që jeni në këto situata, ju e jep ai lek me 700, 100 metër 70.000 euro. Shet sigur me 1500 fitoj 2 fish. Pra, është mekanizëm mos bini pre e këtyre presioneve. Por ndiqni çdo rrugë të mundshme, ligjore ose prisni fund ditës. Se s'ka çfarë do bëj, do vinë ditë ta mbylli, s'ka nga të vej. Pra, edhe këtu, i pjell mendje këtyre ndërtuesve shqiptar.